Ne sot do të cekim një çështje që gjithmonë e ndjojmë dhe gjithmonë përballemi me këtë, kur i pyet dikën që ore, po pse nuk i rregullt me namazin ose pse nuk po e fal namazin, thot kam punë, jam i angazhuar dhe nuk kam kohën e duhur për ta fal namazin. Dhe ta justifikojnë sepse puna thot është farz, është obligim që kështu un po merrem me këtë farz. Dhe të ligjeron ty dhe të këshillon ty me këshilla dhe ligjerime djallëzore me qëllim të justifikoj veten e tij se namazi nuk e kam kohën nga që angazhohem me gjëra të tilla. Harojmë se esenca dhe nëna e adhurimeve është namazi. Pra që do thot se nuk ka asnjë çështje që mund ta zëvendësojë dhe që mund të pengojë ty për faljen e namazit. Saqë profeti alayhi salatu sallam dhe kur ndodhesh në kohën më të rrezikshme që ishin betejat, profeti alayhi salatu sallam kur nuk e linte namazin. Por duhet kuptojmë diçka se namazi, siç vjen në hadith profetit alayhi salatu sallam i cili na tregon për çështjen e namazit, që namazi është një nga elementet që i ofron njeriu riskun e duhur dhe furnizimin halal. Thot një nga sahabët e nderuar i cili thot Waqid al-Laythi, thot gjithmonë kur i zbriste shpallja profetit alayhi salatu sallam me shkoshin tek shtëpia e tij për të dëgjuar se çfarë i ka zbritur Allahu. Dhe në një ditë thot profeti alayhi salatu sallam i thot që Allahu ka thënë: Inna anzalna al-mala li iqami salati wa ita'i zakat. Thot Zoti xhel xhelalu ne zbritëm pasurinë që njerëzit të falin namazin dhe të japin zakatin. Dhe nëse biri i Ademit, pra njeriu do të kishte një lugin me pasuri, me ar, ai do të donte dytën. Por nëse do të posedonte dytën, uni i njeriu do të dëshironte tretën. Dhe thot profeti alayhi salatu sallam nuk e mbyll gojën e këtij njeriu përveç dheu, pra kur t'i vi vdekja. Prandaj dhe thot profeti alayhi salatu sallam dhe Allahu e fal atë që pendohet. Do të thotë se në këtë hadith, profeti alayhi salatu sallam po na tregon se Allahu xhel xhelaluhu e zbriti këto të mirat si mjet që njeriu i përdor për t'u afruar tek Zoti xhel xhelaluhu, jo për t'u larguar prej tij. Prandaj Allahu xhel xhelaluhu kur krijoi njerëzit e gjindot i krijoi me qëllim vetëm që ata ta adhurojnë, të nënshtrohen. Por nuk i krijoi ata që ata ta mohojnë, ta kundërshtojnë dhe të largohen prej tij. Prandaj dhe Allahu xhel xhelaluhu po na tregon se falja namazit ose duke u angazhuar me këtë ibadet dhe me këtë adhurim është prej elementeve që njeriu përfiton riskun dhe përfiton atë furnizimin e bekuar prej Zotit lart madhëruar. Prandaj thot Allahu xhel xhelalu në një ajet kuranor thot: gjindët dhe njerëzit nuk i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Pastaj thot: unë nuk kërkoj prej tyre risk, as nuk dëshiroj që të më ushqejnë. Vërtet Allahu është furnizuesi i vetëm, i fuqishmi, i plot pushtetshmi. Pra Allahu xhel xhelaluhu e krijoi njeriu që ai me qëllim të i afrohet, të adhurohet, të njësoj Zotin xhel xhelaluhu, të bëjë atë që Allahu e ka porositur, dhe të largohet prej asaj që Zoti e ka ndaluar. Dhe një nga gjërat e rëndësishme është namazi. Pra ky adhurim aq i bukur, aq i madh dhe aq fisnik, saqë Zoti xhel xhelaluhu pra është vetmja lidhje që ndodhet midis robit dhe Zotit. Prandaj vëllezër, Allahu xhel xhelaluhu i thot profetit alayhi salatu sallam për t'i treguar atij dhe po të kuptojmë ajetin që do të lexojmë, kuptohet qartë që realisht namazi është nga elementet që njeriu i vjen risku i bekum. Thot Zoti xhel xhelalu në ajetin kuranor thot: mos i hidh, i thot profetit, mos e hidh shikimin në të mirat kalimtare, që ne u kemi dhënë disa prej tyre, si stoli thot të jetës së kësaj bote, për t'i vënë ata në provë. Shpërblimi i Zotit tënd është më i mirë dhe më i qëndrueshëm. Pastaj thot: urdhëroje familjen tënde që të fali namaz. Pra urdhëroje familjen tënde që të fali namazin. Dhe këmbgul për këtë. Ne nuk kërkojmë ty ndonjë ushqim, thot Zoti, jemi ne që të ushqejmë. Përfundimi i lumtur qëndron në frikën ndaj Allahu xhel xhelaluhu. Dhe po të qëndrojmë pak e ky ajet kuranor, Zoti xhel xhelalu po na tregon se risku i mirë dhe i bekuar që ka bekimin e vet dhe ka dukun e vet është tek namazi. Dhe prandaj Zoti xhel xhelalu thot: urdhëroje, pra duro për t'u falur
dhe përhape këtë adhurim dhe tek familjen tënde, se Zoti do të bekoj ty me një risk të bekuar. Prandaj thonë dietarët që çdo risk që vjen si rrjedhoj i humbjes së namazit, ai furnizim është terb. Ai furnizim nuk ka bekim. Ai furnizim nuk e ka dukun dhe atë bereqetin dhe mirësinë e Zotit xhelel xhelaluhu. Prandaj Allahu xhelel xhelaluhu na tregon neve ngjarjen e Meriemës, kur ajo adhuronte Zotin xhelel xhelaluhu në dhomën e saj, dhe thot Zoti sa herë që hynte Zekeria në dhomën e saj, gjente pranë saj ushqim dhe e pyeste: "O Merieme, nga të vjen ky ushqim?" Ajo përgjigjesh: "Ky është nga Allahu, se Allahu është furnizues, se Allahu furnizon këtë doj pa kufi." Merieme gjithmonë angazhohesh me namaz, me adhurim. Pra nuk e braktiste kur adhurimin, duke kuptuar që merrte dhe shkaqet patjetër për furnizim. Por adhurimi në këtë rast, namazi është një nga elementet që nuk e pengon njeriu për riskun, përkundrazi, namazi e bën njeriu që të fitojë riskun e bekuar prej Zotit xhelel xhelaluhu. Dhe në këtë rast Meriema thot, gjithmonë kur Zekeria hynte shifte ushqim. Thot, po kush ta jep? Thot Allahu xhelel xhelaluhu. Dhe Zoti është ai i cili furnizon këtë doj, qoftë edhe pa shkaqe. Kjo është punë që e ka Zoti në dorë. Pra ne thot Zoti në Kur'an: "O njerëz, o fi semai rizqukum", në qiell është risku juaj, nuk është në tokë. Njeriu e kërkon tokë, po nëse ai nuk e zbret lart, ti nuk mund ta gjesh nuk mund ta gjesh në tokë, dhe kudo që ti të shkosh, nuk do ta gjesh dot nëse ai nuk ta zbret. Prandaj në këtë rast Allahu xhelel xhelalu po na tregon se namazi është një nga elementet që njeriu e arrin riskun. Dhe për këtë arsye kur e kuptoi Zekeria, atëherë thot Allahu xhelel xhelalu, dhe Zekeria menjëherë filloi në namaz, duke bërë namaz dhe lutje në namaz që Zoti ta furnizonte me një djalë sepse ai s'kishte fëmijë. Dhe thot Zoti xhelel xhelalu, atëherë Zekeria ju lut Zotit të vet e i tha: "Zoti im, dhurojmë nga ana jote një pasardhës të mirë, se ti me të vërtet je dëgjues i lutjes." Dhe Allahu xhelel xhelaluhu e furnizoi Zekerien duke ja dhënë lajmin e tij në namaz. Dhe thot Zoti xhelel xhelaluhu, ndërsa lutej në këmbë, pra ishte në namaz, në faltore engjëjt e thërritën Zekerian dhe i thanë: "Allahu të jep lajmin e mirë për Jahjain", pra për djalë, që ai do të bëjë një djalë me emrin Jahja, i cili do të vërtetoj fjalën e Allahut, pra fjalën që i kishte zbriti i saj. Do të jetë një fisnik i dëlir dhe profet, një prej të mirëve. Pra Zoti xhelel xhelalu jo vetëm që e furnizoi Zekeria me djalë, po ai e bëri atë një njerëz fisnik të dëlir dhe e zgjodhi dhe e bëri profet prej profetëve të Zotit xhelel xhelalu. Prandaj thënë dietarët që nëse dikush kërkon furnizim, risk sa i përket pasurisë, le të shikoj historinë e Meriemës duke me namaz dhe dua që Allahu xhelel xhelalu t'i japi, dhe nëse dikush kërkon pasardhës dhe Zoti xhelel xhelalu e ka sprovuar se s'ka fëmijë, atëherë le të shtoj namazin dhe lutjen që Allahu xhelel xhelalu t'i japi pasardhës siç ja bëri Zekerias në këtë radhë. Pra sepse pasuria dhe fëmia konsiderohen nga bukuritë e jetës së kësaj bote. Pra ne thot Zoti në Kur'an, pasuria dhe fëmijët janë stolitë e jetës së kësaj bote. Por veprat e mira që mbeten për herë janë më të mira te Zoti yt sa i përket shpërblimit dhe janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim. Vëllezër, namazi një nga adhurimet që realisht njeriu arrin të fitojë riskun dhe mirësinë, riskun e bekuar prej Zotit xhelel xhelaluhu, patjetër që është një nga adhurimet më të dukshme dhe që e bën njeriu që të arrijë atë që kërkon nëpërmjet këtij adhurimi të madh. Prandaj dhe Zoti xhelel xhelaluhu na tërheq vërejtjen duke thënë: "Shiko, mos të pengoj ty nga çështja e namazit, pasuria apo fëmijët apo familja, sepse në këtë rast do të jesh i humbur." Prandaj thot Zoti: "O besimtar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga të përmendurit e Allahut, pra nga namazi. Ata që e bëjnë këtë do të humbasin", thot Zoti xhelel xhelaluhu. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon për çështjen e namazit që ai që e ka humbur namazin, do të thotë ai ka humbur atë bekimin dhe mirësinë dhe rrezikun e bekuar prej Zotit xhelel xhelaluhu. Prandaj thot profeti alaihi salatu wasallam në hadith thot: "Ai njeri i cili e humbet namazin pas një arsye, e humbet namazin e lë, nuk e fal, pas një arsye, thot ta kuptoj se ai
ka humbur familjen dhe pasurinë e tij. Pra ka humbur bekimin e familjes dhe bekimin e pasurisë së tij. E lutim Allahun e lartë madhëruar që të na bëjë për atyre të cilët e falin namazin dhe lutim Allahun që të na japi bekim dhe bereqet në ato adhurime që ne bëjmë.